investim amerikan. Komentimet bëjnë ju. Fakti është ky që sot Tiranë, Vlorë, 10 zyra sekuestru dokumentat nga lidhur me tjetërsimin e procesit. Dhe unë kam i pyetje, se nuk kemi shumë minuta, kam i pyetje për të katërt ju, po ju lutem sa më shkurt. Po e nis me ty Frog. A mundet Edi Rama të tërhiqet nga ky investim? Se ka shumë veta që krahasojnë protestën e armëve kimike, protestën e studentëve etj. Ku Rama nuk ka asnjë gjashmëri. A ka mundësi Rama të tërhiqet nga ky investim? Nuk ka asnjë gjashmëri me armët kimike. Atëherë ishte një fakt, armët ishin, çështja e Zvërneci nuk ekziston. Nuk ekziston si çështje siç e ngrenë këta. E para, dyta, nuk mund të tërhiqet, sepse nëse tërhiqet, do të thotë se tërhiqet tërë stabiliteti i vendit prej 12-13 vjeç. Dhe e katërta, çfarë është shumë e rëndësishme nga ajo që thatë, sekuestrimi i dokumenteve nga prokurori do të thotë se garantohet investimi amerikan. Ti e shef ndryshe? Patjetër garantohet investimi amerikan, sepse ky presioni që bën Greqia është presion në të njëjtën vijë me rjollin, është presion nuk i bëhet presion Shqipërisë në një farë kuptimi, i bëhet presion Donald Trumpit dhe Amerikës. Do të thotë që do ta tërheqë me patjetër presidentin e Amerikës në pozitat që Greqia me siguri mendon se është i dobët, dhe ta tërheqë pas vetes në raport me Turqinë. S'ka asnjë çështje tjetër. Do të thotë është gjobvëndje, në rjoll ishte gjobvëndje ekonomike, në Zvërnec është gjobvëndje e një shteti tjetër për arsye politike dhe geopolitike me Amerikën. Pas 2 ditësh Greqia do të iki, do të sprapset për arsye se do marrë një përgjigje ose s'do marrë përgjigje fare nga presidenti amerikan. Erotoja, temi të jep idenë që shteti grek, pozicionet zyrtare që për te reagimit të ambasadës greke, duket që është më i rezervuar sot. Ben, mund të rriqet Rama nga Zvërneci për shkak të gjithë të represionave? Atere, se pari do të themi... A e ka mundësin të rriqet një? Jo, do të themi një gjë pari. Sazani nuk do të shitet. As nuk është vënë fare në një diskutim dhe nuk ekziston absolutisht në legjislacionin dhe në kushtetutë në Shqipërisë protokolli i shitjes territorit. Ekziston një gjë, që është ndërtimi i shoqërisë së përbashkët dhe bashkëpronësi në kryen e një investimi. Dhe kjo është legjislacioni shqiptar, ashtu si çdo pronar i cili është pronar tokë sot dhe bashkëpunon me investitorin dhe të dy bëhen bashkë investitor, ashtu dhe shteti shqiptar është bërë në Durrës me të njëjtën formulë, me të njëjtën formulë do të jetë në Sazan. Në Sazan, Republika e Shqipërisë do të jetë bashkëpronare dhe pjesa që do të futë në investim është tokë asgjë tjetër. Dhe pastaj janë këto infrastrukturat e tjera. E mbyllur ky kapitull që mos hapet sepse hap. Ajo që ju thatë është, edhe nëse Rama do të kërkojë të largohet, nëse sot ka individ të cilët natyrisht në mbrojtje të interesave të qarta tashmë, nuk është çështje prone, është çështja e tregut, turizmit i cili në Shqipëri ka marrë për masa të jashtëzakonshme dhe po bën rrezik. Dhe aq më tepër, vërtet folet për investitor strategjik, po s'ka punë në Greqia për investitorin strategjik në Shqipëri, sepse është e drejtë dhe është sovraniteti i Shqipërisë për ta bërë një gjë të tillë. Por një update. Është tërhequr qeveria nga ky ligj. Është tërhequr qeveria. Po ka thënë Rama, por Greqia interesohet sepse investitori strategjik praktikisht prodhon nukle konkurrues për Greqinë dhe kjo gjë shqetëson Greqinë. Po e përmendja sot Four Seasons, Atlantic. Dhe Zvërneci është një investim i cili ka për të qenë absolutisht konkurrues. Dhe ju e dini Machiavellin, mos lërë në kufirin tat të zhvillohen, ai thonte shtete, unë them investime të cilat konkurrojnë. Por që ta mbyll unë, dhe nëse Rama do të kërkojë të largohet, dhe nëse do të ndodhet përballë presionit të 30 makinave, 20 makinave së bashku që vinë nga Greqia, janë disa shqiptarë këtu në Shqipëri, njëri për cilë jam dhe unë, që të organizoj protestat e mia që ky për investim të bëhet, sepse kam bindjen e plotë që pavarësisht asaj që ne ngreme të madhe që qeveria duhet të jetë transparente, sepse është investim për ne. Në transparencë ai i mbyll gojën kujdo që pretendon për oligark, që natyrisht do të ketë, se në fundit oligarkët e bëjnë këtë punë, nuk e bëj dot unë dhe ti. Oligarkët i quan interpretim ideologjik. Dhe nëse ne sot po futim në portat e Shqipërisë, nëse ne po futim në portat e Shqipërisë, dy konjunktura investimi të jashtëzakonshme, njëra me influencë të jashtëzakonshme si financiare dhe politike në Amerikë, dhe tjetra me influencë të jashtëzakonshme dhe super të jashtëzakonshme si politike
dhe ekonomike në Katar, kjo është fitoria e këtij vendi dhe ne do të luftojmë që ky investim, e si kur Rama të pretendoj të largohet, ai të bëhet. Stavri, mund të rriqet Rama nga Sërbërnesi? Tani e thamë, gjithë boshti kryesor është, domethënë, lakimi i familjes Trump në këtë mënyrë, në këtë lloj Shqipërie dhe në këtë lloj mediash. Sepse kemi arritur në një konkluzion që dojmë në sovranizëm. Sovranizmi fillon me familjen, me pronën, vazhdon me administratën, sovranizmi i administratës lokale, që janë zero të dyja, dhe shkojmë drejt sovranizmin të gjithë pushtetshëm që është qeveria. Gjithë pushteti qeveria. Të tjerë pastaj nuk kanë sovranitet. As gjykatat, as prokuroria, as opozita, më keq akoma, e tjera. Pra, ne me vuajmë na koncepti sovranizmit që për fat të keq, në qoftë se do të zgjasin akoma me incidente dhe me protesta të ndryshme, nuk e di se si mund të zhvillohen protestat, unë shoh Ramën, shoh në një pozicion shumë të vështirë. Skënder? Pozicioni vështirë është. Më ka habitur, po përndër, më ka habitur shumë sot fakti që aje filtroj disi den që nëse ju dëshëroni, unë edhe mund të lëm këtë punë. Pra, jo, nuk ta mund të lëm, nuk e ta mund të lëm. Që ishte një ide për afërt, me fjallë. Nga ardhur një mendim, sa që dhe mund të kthehem. Ne, nëse s'doni mund të kthehem atje dhe më thënë. Për veten e ti, po, që kam një momenta mendova largimin. Ishte konteksti qartë. Po nuk ishte, le ta përmbledhim duke thënë që nuk ishte ai personazhi i zakonshëm që ne njohim, që ky është kufiri, kush do le të futet brenda, kush s'do le të rimatan. Pra nuk ishte personi që e ndante me një frazë situatën dhe që s'kishte dilema. Sepse duke e njohur politikani Rama, ai sheh shumë mirë, mendojnë, më mirë se çdo gjë tjetër, sheh përbërjen dhe madhësinë e turmas si faktor në politikë. Kam përshtypjen se Rama i paradites dinte diçka për protestën pas dite dhe të shohim se çfarë dinamike merr. Megjithatë, unë mendoj që nuk është prapë kjo pika e rrezikshme e cila mund ta bëj projektin dështoj. Unë i rri sërish korsisë së drejtësisë, e cila tek ne ka futur në burg dhe po keq trajton edhe ish president, jo më pastaj disa shitës tokash, domethënë, cilët natyrisht i konsideron vegjël në krahasim me reputacionin që ka ndërtuar këto vite. Ka problem fakt, sepse për shembull ai emri që përmendi Meçja, Artur Shero, është shtetas amerikan dhe jeton në Amerikë. Megjithatë, ky është problemi i drejtësisë të zgjidhur vetë si problemet e veta. Por a duhet